dhe shembja e mekanizmave të mbikëqyrjes. Është çështja e dytë themelore e rezolutës, politizimi i drejtësisë dhe shembja. Unioni Demokratik lidhur me këtë shpreh shqetësim të thellë për blokimin e komisioneve hetimore, mocioneve dhe shpërfilljen e mocioneve si dhe mos respektimin e vendimeve të gjykatë kushtetuese dhe thekson me shqetësim kontrollin e ekzekutivit mbi prokurorin, gjyqësorin, mediat dhe institucionet rregullatore. Denoncim i plot, pra, i kontrollit, i përqendrimit të gjitha pushteteve në duart e narkodiktatorit. Denon çështjet e motivuara politikisht ndaj drejtuesve të opozitës, përfshirë Sali Berishën, Fatmir Mediu, Ilir Metën dhe të tjerë, duke shprehur shqetësimin për drejtësinë selektive dhe vendime të qarta politike. Kjo në pamjet parë i drejtohet Altin Troplinit apo Pojës së Skapit dhe parasit të tij, por në fakt kjo i drejtohet Edi Rams, që i përdor Troplinin, Pojën e Spakut e të tjerë, ish xhelatin e sigurimit të shtetit dhe si motrën siameze të Tauland Bals apo Enkelejda Fetahun për qëllime politike dhe të tjerë, i rrjedhin me 5 mbiemra. Kjo është një mbështetje e madhe për opozitën. Vazhdoj këtë betejë kundër diktatorit dhe veglave të tij. Prandaj dhe ju, që shpesh më pyesni pse i denonconi, si të mos denoncoj këta mercenar që shkelin kushtetutë dhe parimet themelore të sistemit demokratik, që amnistojnë krimin elektoral dhe bëjnë gjah politik. Këta janë armiq të egër të demokracisë dhe njerëzve të lirë. Shqipëria, titulli tjetër, Shqipëria si narkoshtet dhe kërcënim për sigurinë. Unë e di se me këtë titull do mërzitën. Avoketrit e narkoshtetit në Shqipëri, avoketrit e narkoshtetit në Europë dhe në botë, por mirënjohjet pa kufishme për ata të cilët denoncojnë në këtë mënyrë në emër të interesave jetike më të mira të shqiptarëve. Lidhur me këtë, AIDU shpreh alarm, se Shqipëria mbetet një qendër rajonale për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave, me infiltrimin e krimit të organizuar në kontratat publike. Të keni pa ju vetë. Ndërtim dhe turizëm. Dhe paralajmëron se narkoekonomia cënon stabilitetin jo vetëm Shqipërisë, po rajonal, sigurinë europiane dhe besueshmërinë e procesit të zgjerimit në Bashkimin Evropian. Të mbulosh narkoshtetin dhe pasojat e tij katastrofale mbi popullin shqiptar, ekonominë e tij, ligjin dhe drejtësinë, në një mënyrë ose një tjetër, je bashkautor dhe mbështetje e tij. Thirrje dhe rekomandime.
AIDU i bën thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe Këshillit të Europës të zbatojnë kushtëzim strikt mbi bazën e meritës në rrugën e Shqipërisë drejt BE-s dhe kërkon krijimin e një mekanizmi të pavarur ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve, drejtësisë dhe mediave. Kërkohet pra të monitorohet drejtësia e politizuar dhe mediat që ushqehen nga narkoshteti me parat e krimit. 2. AIDU kërkon sanksione të targetuara ndaj zyrtarëve dhe entiteteve të lidhura me korrupsionin, krimin organizuar dhe persekutimin politik. Dhe mbështet reformat për çmontimin e rrjeteve kriminale, garantimin e pavarësisë gjyqësorit, rikthimin e mbikëqyrjes parlamentare dhe mbrojtjen e lirisë së mediave. Konkluzione. Rikonfirmon se bashkimi i pushtetit politik, drejtësisë dhe krimit të organizuar, imagjinoni domethënë, paraqet një kërcënim serioz për demokracinë dhe sigurinë në Europë, jo vetëm në Shqipëri ma. Paralajmëron se Shqipëria rrezikon të zhytet në një regjim të përhershëm narko-autoritar, është e zhytur po të përhershëm. Dhe sfundi u bën thirrje antarëve të partive AIDU-s të mbeten vigjilente dhe të mbështesin forcat demokratike shqiptare në mbrojtje të lirisë, pluralizmit dhe vlerave europiane. Kur ndonjëherë bota perëndimore nuk ka folur në një dokument me një gjuhë kaq të qartë sa ka folur dje në Washington me datën 5 dhjetor në forumin botëror të AIDU-s. Një mirënjohje të pakufishme ndaj miqve tanë dhe një zotim solem para shqiptarëve dhe atyre sa asgjë në botë nuk do mund të mposht Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare pa përmbushur misionin e saj që ndreste fuqishme ndaj narkoshtetit dhe largimin e tij sa më shpejt nga qeveria.